Të dielën më 8 mars, qyteti Vlorës festoi ditën ndërkombëtare të gruas. Në bulevardet kryesore dhe rrugicat e qytetit, shumë qytetarë u panë me buqeta të freskëta lulesh në duar, gati për t'u adhuruar grave në jetën e tyre, nënave, motrave, bashkëshorteve apo kolegeve, në një shenjë respekti dhe falenderimi. Edhe pse qielli ishte i vranët dhe me rreze të pakta dielli, kjo nuk i pengoi qytetarët të dilnin në rrugë, të buzëqeshur, duke krijuar një atmosferë festive. Emocionet dhe mirënjohja dukeshin qartë në fytyrat e tyre, teksa ecnin në shoqërinë e të dashurve të tyre. Sot është 8 marsi, një ditë që në mbar botën feston respektin dhe vlerësimin për gratë, por gjithashtu shërben edhe si një moment reflektimi për sfidat e tyre të përditshme. E ndërsa shumë qytetarë kanë vendosur që ta festojnë këtë ditë me lule dhe dhurata, gjithashtu kjo datë shërben si një kujtesë për rolin dhe sfidat e grave në shoqëri. Qytetarët u shprehën për televizionin 6+1 Vlora se 8 marsi është një mundësi për të shprehur dashuri dhe respekt për gratë në jetën e tyre. Shumë gra rrëfejnë me buzëqeshje se sot kanë marrë lule dhe përqafime nga familjarët dhe miqt dhe bashkëshortë tregojnë se çfarë dhuratash u kanë bërë grave të tyre. Tufa me lule, dhurata përveç fëmijëve. A vetëm ato kemi marrë, se çfarë do marrim tjetër? Rofshim kalamaj dhe për ato. Dhurata më e madhe për gruan është që unë kam ndryshuar, nuk jam më ai pari, e trajtoj mirë si grua, kupton? Se më përpara jo, tash i kam kuptuar shumë gjëra që ka ajo të drejtën e saj, duhet demokraci, duhet se më përpara shqiptari e kapte për flokësh gruan, tash nuk kap më për flokësh, ka drejtën e saj, kupton? Kemi ndryshuar me i fjalë, ka ndryshim. Grua ka dignitetin e saj, personalitetin e saj, duhet trajtuar mirë, duhet trajtuar nga natyra, është delikate, femrat gjithmonë. E kjo ju hap këshill të rinjve, duhet trajtojnë mirë, siç e trajtojnë gjithë bota. Gruaja duhet trajtuar mirë, se nga natyra është delikate, nga natyra është, nuk duhet përdoru forca, nuk duhet përdoru. Që me shikoj unë rinia sot, duhet në radhë parë njëherë që femra duhet këtë dignitetin e saj. E shoh që nuk ka dignitet, shikoj të reja të rinj, të reja vajza, të reja kupton të bukura, e vjen puna, përfundojnë, jo, nuk e di, kanë marrë një rrugë jo të mirë, për mua kanë marrë një rrugë. Duhet që femra të ketë dignitetin, personalitetin e saj. Ka një karafil nga burrat. Normalisht një të bëjmë ndurat, po se i menduar akoma, kemi kohë për ta menduar, fillimisht këto dalim për të konsumuar një drek të dy dhe pastaj më vonë besoj nuk do ta lë pa dhuratë, sepse është një eveniment ndërkombëtare. Një festë ndërkombëtare gjithë grave. Me këtë rast ju uroj të gjithë nënave, motra dhe grave gëzuar festën e 8 marsit. 8 marsi për çiftet e bashkëshortëve përçon rëndësinë që ka martesa dhe mesazhe të forta për figurën e gruas në jetën e tyre, por jo vetëm. Ka më mirë se kaq. Të rjetën kemi 50 vjet bashkë, dashuri e pafund. Kjo është dhurata më e bukur e jetës. Se çfarë mund të bëja tani, do dalim, do hajmë një drek të dy bashkë. Rëndësi ka që të jemi gjithmonë afër në hallet e njëri tjetrit, në problemet e njëri tjetrit. Një mesazh për të gjitha gratë në këtë 8 mars. Mesazh për gratë, mirëkuptimi në radhë parë. Me burrat? Me burrat. Në radhë parë me burrat, se pastaj shikojmë shumë gjëra që janë jo të hijshme. Mirëkuptimi, dashuria edhe shëndeti. Mbi të gjitha. Të bëjnë më të forta, të bëjnë më të zonjat për veten e tyre. Të mos mposhten as nga fjalë të këqija, as nga fjalë të botës, as nga fjalë të burit, kur ka burra që ofendojnë, shajnë, mos të mposhten, po të qëndrojnë gjithmonë të forta. Të forta. Kjo është jeta. Qytetarët theksuan rëndësinë e festimit të kësaj dite, mbi simbolikën e fuqishme që mbart dhe përçuan mesazhe mirënjohje dhe vlerësuese për figurën e gruas. Ja do t'i blejmë një lule tash, sa na kënaqem me atë lule. Pse është rëndësishme të festohet 8 marsi? Me këto mburremi edhe e ka të drejtë edhe shteti edhe ne kemi të drejtë të mburremi se është ka stilje për gratë kjo festë. Edhe ta gëzojnë të gjitha gratë e Republikës. Për gjithë ato që janë nëna dhe për gjithë ato vajza që
janë në moshë që do bëheshin nëna edhe do kishin fëmijët e tyre, unë u bëj thirrje, të krijojnë familjet e tyre të kenë fëmijë. S'ka jetë pa fëmijë. Ne do të ishim të lumtur për moshën që kemi, që vajzat të rritura, që ka kaluar edhe 30, 35, 40 vjeç. E kemi shumë djem, për shembull zona e Labris ka rreth 40-50 djem pa krijuar familje. Është fatkeqësi. S'ka gjë më të madhe që t'u bëjmë thirrje. Duhet ta vlerësojnë, siç i duan nënët e tyre, do të kej do bëhen dhe këto nëna. Urime. Disa rrëfenj se luleve ju bashkojnë për qafime dhe buzëqeshje, ndërsa të tjerë theksojnë rëndësinë e vlerësimit të përditshëm të grave. Mesazhi i tyre është i qartë, një faleminderit i thjeshtë mund të bëjë diferencën në jetën e çdo gruaje. Përveç dhurimit të luleve, shumë qytetare përdoren këtë rast për të bërë thirrje për ndërgjegjësi mbi rolin e grave në shoqëri. Qytetarë të thjeshtë theksuar rëndësinë e barazisë gjinore dhe vlerësimit të kontributit të grave në çdo aspekt të jetës. Mesazhet e tyre nuk ishin vetëm për 8 marsin, por për një respekt të vazhdueshëm ndaj grave.